në Shqipëri ka një paragjykim për njerëzit e pasur, për arsye, po e quaj edhe historike që lidhen me komunizmin, po dhe për arsye se shumë prej njerëzve që janë pasuruar edhe në mënyrë abuzive, kur natyrisht këtu do ndaj njerëzit janë pasuruar me punë, me sipërmarrje, me sakrificët e tyre se janë normal. Dhe njëkohësisht ka një paragjykim që kur njerëzit e pasur hynë në politikë, më shumë e prishin politikën. Ju jeni njeri i pasur, dhe ty pyes njerëz sa i pasur jeni. Unë e them gjithmonë, kur shkojnë deklaratat e të ardhurave, thonë duhet ndal një nga më të pasurit aty në parlament. Por unë jam 100% i bindur që aty ka shumë... Jo, po ju sa i pasur jeni në pasurin tuaj. Sa e shkruan aty te letra? Nuk më kujtohet, po disa dhjetra milion. Shkon si ti kën kujtesat e lekët. Disa dhjetra. Moralisht e drejtë që një njeri me një pasurit tillë të futet në politikë. Absolutisht. Sepse a mund t'ju shërbej njerëzve njeri me një pasurit? Absolutisht, Fevzi, absolutisht. Unë jam i bindur që dikush i ka treguar në jetë, parat nuk janë një gjë e keqe. Fakti që unë jam pasuruar me punë, edhe nuk mund të vjen në të njëjtin nivel dhe ai që është pasuruar me punë, edhe ai që është pasuruar në mënyrë të dyshim. Po marrim shembullin, ku i duam t'i ngjajmë ne, Fevzi? Një nga demokracitë më të mëdha në botë, që është Amerika. Pjesa më e madhe e presidentëve amerikanë janë biznesmenë. Po dhe Italia nga vini ju, ka pasur njeriu më të pasur të Italisë, kryeministrin më... Pikërisht, po ne marrim Amerikën që është një nivel demokracie akoma më i lartë. Janë të gjithë sipërmarrës, janë të gjithë biznesmenë. Është normale që Shqipëria, shqiptari do t'i japi pushtetin dikujt që ka treguar që di se si qeveristet vëndi. Unë të bëj një pyetje, Fevzi. Nëse do të duhet ty një ortak, dakord? Se të duhet një ortak. Këtë do zgjidhje si ortak, Fevzi. Që ortak për punë të ndershme, kuptohet. Që mos të vjedhi... Se ortak për të bëjë emisionin do zgjidhje një qytet emisionin. Ortak në biznes. Njeri që nuk do të vjedhi, që mund të zhvilloj biznesin, edhe nuk të përlyen në punë të pista. Këtë do zgjidhje? Do zgjidhje Adriatikun, do zgjidhje Edi Ramën, do zgjidhje Berishën, apo do zgjidhje mua? Unë do zgjidhje një që s'është protagonist. Urdo? Do zgjidhja një që s'është protagonist. Se unë kam bërë që nga protagonizmin e vetëm kemi vuajtur. Mirë, dakord. Kupton, ti do zgjedhësh një njeri që të ka treguar në jetë, që ka bërë diçka. Jo dikush që ka me teorira. Pa diskutim. Atëherë shehit, falenderoj, besoj që me të parë kalendarin do vini për të prezantuar pjesën, po e quaj kolonat kryesore të programit tuaj, bashkë me bashkëpunëtorët tuaj përballë gazetarëve. Ka qenë është një, po e quaj ritual i hershëm që unë e bëj që prej thuaj se 25 vitesh, kështu që ju thoj. Faleminderit. Vetëm një përgjigje mund ta jap për atëherë. Po. Shiko. Kjo përplasja ime, Gjoja, unë po kam thënë të vërtetën dhe vetëm të vërtetën. Pres që mediat të informojnë, t'i marrin këto letra, ti shikojnë, duhet një palë tretë që të vendosin. Mos presim gjykatën e tani dhe ne le të veja ai në spak, se vetes po ja bën, po jap gropën. Duhet media dhe kur të doj, ti aty, unë këtu, Adriatiku aty, hajde ti dhe shikoj ti, është numri i dosjes, është numri i dosjes. Është e njëjta pronë, të nëse do, edhe shikoj ti dhe thuaj, kjo prona ku Adriatiku ka qenë avokat, është e njëjta pronarët e kësaj prone, më falë, pronarët e kësaj prone ku Adriatiku ka qenë avokat, është e njëjtë, janë të njëjtët pronarë që kanë marrë atë pronë nga vjeri... Me që bëmë ftesë publike e provojmë, por nuk e di gjë shkurtër se kjo nuk mund të marrë gjithmonë. Unë i falenderoj, pra kisha Agron Sheni, i cili do rikthehet sërish në studio.